Profesor Diaspora do të vendos lek Dukagjin në Shkodër. Si është e vërtetë e kësaj? Po, një grup i madh Dukagjinas, djem Dukagjinas, të cilët janë shumë patrioti. Në përgjithësi pjesa Tirana e sipër, unë nuk e them për të ndarë Shqipërinë, por me të vërtetë ata na mbrojnë me tiparet e shqiptarit. Ose ata na i kujtojnë vlerat e shqiptarit, e gjeta. Na i kujtojnë vlerat e shqiptarit. Dhe ky grup Dukagjinas nga diaspora, si Gjergjë, Temeli, edhe shumë tjerë, Pranë, një avokatë, janë shumë ata, dhe kanë bërë një buzë të kryevepër të lek Dukagjinit me kanunin me libra të ndohë, me kanunin e lekës. Po sigurisht që në atë që unë kam mësuar nga drejta romake, ose në shkollën që bëra pro juridik 5 vjet, pastaj edhe 1 vit avokati, aty për çuditi kam gjetur rreth 200 shprehje shqipe në drejtën romake, në drejtën e Napoleonit, në drejtën e Justinianit, janë 200 shprehje shqipe. Shqip. Që do të thotë që e drejta romake, dikun 400 para e son, që vajtën 400 jurista romak shkuan në Greqi, edhe gjetën 12 tabelat greke. 12 librat grek. Ndërkohë tash që konceptet, si koncept turpe, shqip, turp, kujtimet, avokati që ulet dhe bën kujtime, kapari, ai që kap ar, pra këto janë koncepte në drejtën romake, që i mori nga 12 librat greke, që do të thotë që këto 12 libra greke i morën nga trojanët, ose nga bie fjala nga veprat e Homerit. Mendohet që Hammurabi është një 1700 egyptian ligjvendës i parë botror, ndërsa shprehjet kanë ngelur shqip. Do të thotë që kanuni është më i vjetër se sa 12 librat grek, se sa koha e Trojës, ku ke qarje me xhama, ke nderin, ke kodin e familjes në luftën e Trojës. I ke që të gjitha çka ka kanuni sot. Të paktën kanuni është njëjtë me Trojën, por ndërkohë fjalët janë akoma para egyptianëve, para Hammurabit. Atë në kuptim, leka thjeshtë i mblodhi, i kanonizoi këto. Dhe kanuni thotë shqip, kanë thonë që është fjalë turke, 1300 ka qenë, është turshme dhe. Kanuni është, se kështu ka thënë kanuni, e ka rujt, neja është re, reja është në gegnisht. Kanun, ajo që është, e ka rujt fjalën, ligjin, nenin. Edhe sepse gjo diskutim i marrësorëve tanë, të marxistë, përfundon kështu e ka rujt, e ka thënë kanuni. Pra, ky kanun i kodifikuar nga lek Dukagjini, por në vitet e Skënderbeut pak pas ti, po më shumë i kodifikuar në Shqipen e sotme nga i malli tjetër Shtjefën Qeqovi. Dhe këta Dukagjinas, duke qenë se e kishin princin e tyre, Pal Dukagjini, shokun e ngushtë Skënderbeut, lek Dukagjini që qau si të qa ektorit, me gjamat, duke qirë faqen. Që akoma sot në Dukagjin, i malli nga Shkodra, Gjovalini, të më falni për Dogilja, Gjovalin Dogilja, ka 20 burra dhe 20 gra që qajnë me vajet. Si të qante e Kuba, si qante gruaja e ektorin, qajnë sojt marësore tona. Si të qante leka Skënderbeun me qere, fytyrë, qajnë ende sot, edhe e bërë dhe rrit akoma që ka ngelur. Pra, ky lek, që në këtë kanun, ku shqiptarët e njohin si një vepër me gjakmarrje, si një vepër ku gruaja është e trequr mbrapa, si një vepër e përpambetur, pas ai civilizimeve europiane. Ky është edhe shkenca, jo shkenca, është ajo që unë bëra bachelori në juridik, po që e bëra edhe në master shkencore, e bëra edhe në avokati. Pikërisht kanuni kam bërë. Pretendoj se e njoh, jo aq mirë se ata, po e njoh. Që ky kanun, që sot në Angli, shkollën e jurisprudencës, sa ynë dhe del leka në sarkofag, në gjam, dhe shkollën e Firencës, del lek Dukagjini përsëri në sarkofag gjami. Ke kartën e madhe të Anglisë, Magna Carta, kanun komplet, që ne e dim që është britanike, kanun komplet 1216. Ke drejtën romake, kanun komplet. Ke drejtën Napoleonit, kanun komplet. E drejta franceze, ose Napoleon 1800 canë. Nësa ne nuk bëjmë dot një orë leksion, një orë mësim, dhe në një media caktuar që unë kërkova të flisa për kanunin, për to që po flasim bashkë,
Thamë, po kanuni do na flasi ama, tha, sepse kanuni, tha, është prapambete, tha, gruan e torturonte. Ndërkohë që kanuni dhe gruan e linde pas në ecje, që të mbrohesh zhvillimi familjar. Në krop, në umner, mund pinte burri ti, ose në pusi, po gruaja jote. Po kur vinte brenda ke miku, ky burri, i prapambetur që linde gruan prap, futesh gruaja e para te miku ti. Nuk futesh burri pra. Qalloj civilizimit. E diti që kanuni ka atë që ne i quajmë pensione, nëse ai e ka që kur ndodh, tamam si do sot me pensionin, burri u vran luftë, kanuni siguron, ka një nen atje, siguron pension për gruan e vet. Perla. Edhe këto nuk kanë shpiku nga Bismarcku 1878, që thonë që Bismarcku sa diktator shpiku edhe këtë drejtën e pensionit. Jo, e ka shpiku kanoni 3.000, 5.000 vjet para rason, kanun. Pra, në të kuptim, kanuni është bazë civilizimi. Kanuni nuk dënon kot, kanuni nuk ka fjalë gjakmarrje. Kanuni nuk ka akmarrjen që mblidhen 12 burra në një anë, dhe 12 burra ka i tjetri, që pala që ka bërë krimin, ajsa, edhe do të diskutojnë, betojnë mbi një gur, dhe ai ngujohet 2 javë ngujohet ai, edhe vetetoj që e ka bërë apo se ka bërë, apo nëse e ka bërë, a mund t'ja fali ky burit që i bërë dëmi, a mund t'ja fali këtë lloj krimi, duke ka përzyer mbi një djep që vjet ke dera e ngujimit, djep fëmijësh përmbys, që atëherë fëmia duhet të kthehet mbash, që ai pasandaj do thotë që ai e fali. Pra, kanuni vet shpëton jetë njerëzish. Nuk është si sot që ti e marr në burg 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet, e torturon tjetër, e lë pa ushqyer ose ushqet me lektona. Pra, kanuni kishte punë korrejtonjse. Vetë fjala punishment, që thotë, që kanuni është e dënon me punë. Punishment në anglisht, punishment, punë e dënon. Po ke penaltit. Po ç'është penaltia ti? Po e nalt. Po e nalt të punoj, po e nalt të akmerët, edhe i bëj penalti, që themi ne penalti, është shqip penaltia. Po e nalt, penal, kodi penal, kodi që të ndalon, po e ndan, po e ndal, më fal, po e ndal. Pra ky është kanuni që këta djemtë Dukagjinit, Gjergj Temeli me shok, Frani, e kanë menduar që Shkodra, si kryeqendër e Marsis, e meriton një shesh i saj të jetë me Lek Dukagjinin, me librin e kanunit në dorë. Është një statujë jashtëzakonisht e bukur, e shumë kuptimplote, dhe unë mendoj që edhe një kopje tjetër asaj të vihet në Dukagjin, por në Shkodër ja vlen si kryeqyteti i kulturës, pra, sepse kultura europiane dikur nga Shkodra shkonte në Europë. Dhe në 1600-1800. Pastaj nga 1800 erdhi nga Europa në Shkodër dhe Shqipërinë. Kjo është Shkodra ti. Edhe një herë pra, kultura shkodrane, deri në rrethimin e saj të dy, se rrethimi i parë është Troj, 3200 vjet para, apo 1200 para son, rrethimi i dytë është 1479, dhe rrethimi i tretë është 1913. 3 rrethime Shkodra që u thafshin duar atyre udhëvidianëve, që kanë bërë luftra, libra, vazhdo, filma për lufta, sa një emnita e atyre që janë bërë në Shkodër. Dhe ky qytet e meriton pra të ketë një Lek Dukagjin që pozant, por që na frymëzon neve që kanuni nuk është prapambetje, por është bazë e civilizimeve europiane. Ky është kanuni. Dhe unë njoh doktoraturat shqiptarëve që kanë thënë që Pandi Prashi, për shembull, në 1945, që familja me bazë kanuni është baza e familjeve europiane. Në 1945 ti e ke me shkronjat e arta në Itali apo në Europë, që familja shqiptare është baza e familjeve europiane, në prototipe, në sjellje, në marrëdhënie me fëmijët, është bazë, por ne nuk e kuptojmë ti gjë. Po nga e mori familja kodin e nderit? E mori nga kanuni pra. Po nga e mori, më fal që po zgjata dhe mbarova, ky djali që u shpëtoi Gjermanin në Koprik, sepse Gjermani kërkonte që aty ishte italiani, dhe se s'bën Gjermani kërkonte italianin. Ata e tanë skemi italian këtu. Mirë, ai do të djeg të 10-të. Atëherë për të shpëtuar këta 9 të tjerët, doli djali 20 vjeç, pa bataj, na duhet të ruajmë kodin e familjes, kodin e nderit, kod dënordi. Edhe doli një para.
Edhe Gjemani përshkatoi djalin e shtëpisë. Dhe kur u takuan pas 2 javë Gjemani dhe Italiani, dhe i thotë Italiani ushtari Gjeman, ato sytë tu tha i njoft mirë tha. Po edhe unë të njoft ty tha që mbusha bregat. Mos kujtoti si na e olli, po ne kishim urdhër të prisnim një person tha. Se ishin 3 veta që e dinim dhe nuk mund të kalonin pa vrarë një person. E vram djalin. E dim shumë mirë që ti ishe italiani që s'po them do 2 herë atë fjalë. Dhe pastaj në 90-ën takoi djali i italianit, i zbuluar nga i malli Uruçi, Gzim Uruçi, djali i italianit me djalin e Gjermanit, me djalin e Shalianit, takohen në Koplik edhe festojnë ose kremtojnë këtë ngjarje kaq të madhe. Ky është shqiptari. Po nga e mori Shqipërinë, nga kanuni pra. Ky është kanuni. Prandaj i bëj thirrje Benedecit, mos u mbasi kohë, po të quhet njeriu i vetëm, i parë që vuri një të drejtë mbi tokën shkodrane, që është pikërisht busti i Lek Dukagjinit. Profesor, shumë faleminderit. Shumë